Ma ta punoj ty pas krau, që pas ka pas I marrëdhënie kaq të mirë mua s'ka asgjë I bie. Jo, ajo tha akoma. Jo, ajo tha. Nuk të merr akoma që të bëri të qash. Besoj sepse e ndikoi nga Jozi, unë ndikuar nga Jozi. Unë të erdha atë ditë dhe thash çka ke që qanë, edhe pse isha e mërzitur me ty dhe I thash kësajt. Pushoj tash, mos e bëj të qash. Po pra këto si vlerëson ti. Jo mi vlerësoj. I vlerësoj me gjërat pozitive I vlerësoj. Unë mendoj që ti ke pasur drejta në këtë shtëpi. Po ty s'pëlqen. Por, si? Nuk pëlqen. Gjërat? Ato që unë mendoj që ti I ke pas të drejta në këtë shtëpi. Po, mi ke thënë, po. Dhe unë ja përsëris dhe asaj moj. Nuk do të thotë që unë jam bërë shoqe moj me atë. Dhe mbrëm ishte tjetër diskutimi që unë kisha me atë. Dakor? Po jo nuk po t'jap llogari, po të them gjëra si kam unë. Po mirë o Danja bëj, që të them unë? Po do I bëj, po mos më flit për busull, sepse unë busull kam vetëm Danja, nuk kam askën tjetër. Dhe nuk po përdor njëri që ta dish mos flit, mos përdor fjali të tilla sepse po bën tjetër gjë. Po është njësoj? Jo, këto që po bën ti është e njëjta gjë që më ke thënë që bën divani blu, që përsërit në përshpi fjali për të tulur. Dhe këto ti po I përsërit në përshpi për të ulur mua, mos më bëj. Përsëritja e fjalive në përshpi është që ja thua të gjithëve unë ti them ty tamam. Përsëritja e fjalive është që këtë gjë unë tashi t'ua them non stop të gjithve. Kjo gjëja. Po jo rat dakord atje për të 7 herë, po kështu bën. Sepse ajo është e dukshme. Që I keni biseduar. Nuk e kemi biseduar veç, është e dukshme. Kjo gjëja, është e dukshme dhe e kemi thënë kur erdhe ti. Dhe tham kur erdhe ti. Se nuk po ri me ju, kjo është e dukshme. O, është zgjidhja jote, o Danja, po për Lorin ta thash, sepse Lori ishim ke Lori. Dhe më tha që unë ndikova tha nga Jozi. Tek ajo tha, sepse sinqerisht edhe Jozin e ka kundërshtuar vazhdimisht që jo tha ajo, atë tha unë nuk e besoj që Gerta nuk ma ka thënë me të vërteta të gjë. Mirë, dakord. Kështu që e ka bërë të vetën. Nëse e bën prap, e bën për veten e vet. Unë kam dëshirë të jap besim njerëzve. Dhe dua të funksionoj me besim e njerëzit. Nuk dua të jem gjithkohës dyshuese, të shikoj gjërat me pikpyetje, apo të jem gjithkohës ta hedh hapin mos ta hedh hapin. Jo, unë